Ekspozita Lakuriq është një ekspozitë atipike e cila bën bashkë një hulumtim timin mbi qenien njerëzore duke e parë atë në disa këndvështrime, qoftë ai politik, artistik, kulturor, antropologjik, social, ku nëpërmjet 15 veprave të ekspozuara në hapësirën e Galerisë së Artit Bashkëkohor të Tiranës, të mbështetur nga Fondacioni Mane dhe Balfin Group, qenia njerëzore vjen në një këndvështrim të përditësuar dhe për më tepër në atë hullim filozofike dhe semiotike. Ekspozita nis me një rrugtim tepër të veçantë që ka të bëjë me ngjizjen e jetës, që është një test i vogël shtatzanie dhe fill pas tij vjen një kërthizë që është fakti, pra lindja e njeriut. Atë natë në mbrëmjen e përurimit, midis këtij boshti qendror në sallën e parë të ekspozimit, ndodhe një copë mishi ekspozuar e gjallë, që pati një lloj impakti të jashtëzakonshëm për sa i përket pjesës së ekspozimit në mënyrë ta tillë të vërtetë dhe të drejtë për drejtë me publikun, e titulluar Doktrinë. Momenti ku qenia njerëzore formsohet dhe indoktrinohet nga fenomene politike, sociale, antropologjike, kulturore në territorin në të cilën jeton dhe nga shoqëria në të cilën ai rrethohet. Më pas vjen qefini, një gjurmë e cila huazohet nga sindone e Jezu Krishtit që ndodhet në Muzeun Historik të Torinos, dhe për të bërë një ndërlidhje midis kohëve të shkurës dhe të tashmes, dikur aty në këtë qefin mbeti gjurma e trupit të Krishtit të ndjerë dhe sot është gjurma e artistit të artit bashkohor. Më pas rrugtimi vijon me gjymtyrët e poshtme për t'i dhënë imazh dhe një lloj myzimi qenies njerëzore dhe më pas ekspozita udhton nëpër masën erotike me dritarzën e vjetër gati 100 vjeçare, ku publiku ftohet për të depërtuar përtej asaj që shikon në tërësinë e veprës së ekspozuar, për të prekur ato të padukshmen dhe të paprekshmen përtej xhamave dhe transparencës së tyre. Sigurisht një tjetër vepër po aq e madhe nëpër masa është Anomie, e cila ka të bëjë me riinterpretimin e qenies njerëzore si një artefakt muzeor, për të cilën vitet e fundit është folur që do mund të zëvendësohet vitet e ardhshme, pra arkeologjia së ardhmes për pjesën inteligjencës artificiale, dhe në këtë rast kam dashur ta riinterpretoj trupin njerëzor si një artefakt muzeor, për të cilën pas shumë vitesh, nëse do ta hamenconim sikur vërtet qenia njerëzore do të ishte zhdukur dhe në vendin e tij do të kishte ardhur një tjetër gjallëzë, atëherë të kishte dëshminë që në një kohë të shkuar pas ka ekzistuar qenia njerëzore dhe ja ku është një fakt të themi arkeologjik apo një gjurmë e pranisë dhe ekzistencës tij në kohë dhe në hapësirë. Më pas udhtojmë në një tjetër vepër instalative që ka të bëjë me lëkurën e cila zhvishet nëpër masa e saj fiziologjike si një kufi ndarës midis brendisë artistit dhe botës përtej tij, ku lëkura tashmë shndrohet në atë hartën e një jete të jetuar, ku shënohet e gjithë jeta dhe çdo dhimbje, çdo emocion dhe çdo moment që njeriu themi ka kaluar në atë rrugtimin e tij jetësor, nga lindja deri në të tashmen e tij. Në sallën e dytë janë vepra të tjera që kanë të bëjnë me metaforën e përmbajtjes, një instalacion monumental i përbërë nga 100 këmisha gjumi femrore, të cilat dalin nga një sunduk 100 vjeçar, sunduku si mbajtës i teshave të një femre, por në fakt shndrohet në simbolikën e dhunës ndaj grave brenda mureve të shtëpisë, ku do duhet guxohet dhe të flitet nëpërmjet artit bashkohor. Krahas saj është një instalacion tjetër i vogël nëpër masa, por tepër kuptim plot, që ka të bëjë me një shtëpizë prej kartoni dhe brenda saj shkruhet vetëm një fjalë: incest. Kjo dramë e madhe shoqërore që ka lindur me vetë njeriu dhe aq sa njeriu është i zgjuar, njëkohësisht është edhe idealzuar brenda vetes për të krijuar pikërisht këto fenomene dramatike brenda mureve të shtëpisë.
pjesë e këtij trinomi social antropologjik, pra metafora e përmbajtjes, incesti, pasurohet me një tjetër instalacion, një fustani nuserie i titulluar Dasma që nuk u realizua kurrë, dhe shkon si metaforë, shkon si poezi, shkon si një guxim për të folur për të gjitha ato martesa të diktuara, të cilën kohë më parë kanë qenë pjesë antropologjisë shoqërisë shqiptare, ku edhe në djep zgjidhej nusja apo dhëndri i ardhshëm i diktuar nga prindrit për kushtet sociale, për kushtet zakonore e kështu me radhë, dhe e vetmja ndjesi që nuk mund të diktohet është pikërisht dashuria apo lidhja mes dy të rinjve, që më pas përfundon të mbetet ashtu pezull cung si kundër ai fustani eksplozuar në atë hapësirë. Pasi kalohet në të gjitha këto përmasa sociale, politike, antropologjike kështu me radhë, shkohet tek videoarti apo katastasi, që është rilindja në zanafill e jetës, me atë vajzën e vogël që tenton të gritë si lëkurën prej balte, dhe ku mendohet që njeriu është frymësuar nga balta, hyi dha forma dhe vëllime, dhe më pas që njerëzore frymoi. Kjo video shoqërohet me një tjetër video që ka të bëjë me morfologjinë e vetmisë, vetmia si një përmasë fizike, shpirtërore dhe mendore, dhe për të mbritur tek vepra e fundit, që mban të njëjtin titull si kundër dhe vet ekspozita, Lakuriq, ja dy trupa njerëzor, një mashkull dhe një femër, të shkompozuar për të rikompozuar nëpërmjet estetikës së artit bashkëkohor, duke depërtuar pikërisht në atë intimitetin e një marrëdhënie në çift, dhe mbi të gjitha të cilat qëndrojnë mbi këta sirtartë të vjetër që rrëfejnë këtë jetën e jetuar brenda familjes, dhe mbi të gjitha për të ndërvepruar me publikun që gjendet përballë kësaj vepre installative të krijuar midis pikturës mbi kanavat dhe instalacionit në vetvete. Dhe me këtë vepër fundore përmbyllet dhe ekspozita ime vetjake në Galerinë e Artit Bashkëkohor të Tiranës, e titulluar Lakuriq.